Shëndetje miq. ONU dha alarmin. Pas vitit 2029 ka shumë gjasa që pothuaj 70% e popullatës botërore nuk do të jetojë më. Dhe tani do t'ju them se përse. Çfarë është ky alarm dhe përse e thon. Kush është këtu rastisht do t'i lutesh aty bëj like faqes, shihemi sërish nëse nuk e ka bërë ende dhe ju faleminderit që jemi bërë bashkë. Ndokush ka ju mendon që ky është një argument banal, të tjerë mendojnë që po ne çfarë mund të bëjmë? Unë do t'ju tregoj se çfarë mund të bëjë secili prej nesh dhe ku qëndron problemi. Ndërkohë që nëpër televizora apo nëpër ato publicitetet që na japin gjoja që ne duhet mos të konsumojmë plastikën, ka një problem të madh, problemi i ngrohjes globale. E di që ndokush nga ju mendon që ky nuk është një argument, bile ka disa që mendojnë që është vetëm një shpikje, si mund të quhet e disa organizatave. Por po sikur të jetë e vërtet. Sipas shkencës, ora apokaliptike do filloj pikërisht pas vitit 2025, pas këtij viti, pra duke filluar nga ky behar, nga kjo verë, deri në vitin 2029, në qoftë se nuk frenohet gjatë këtyre viteve, nuk mundemi më kurrë që të frenojmë tajfunin që po vjen, pra problemet e mëdha klimatike. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që nëse ne nuk marrim masa brenda këtyre 4 viteve, ose 5 viteve maksimumi, natyra do na kthehet me forcë. Tani, kush janë problemet kryesore? E di që, siç thash, problemet kryesore janë fabrikat, janë uzinat, por janë edhe kafshët. Bile mendohet që kafshët janë gjëja më kryesore. Tani, çfarë thonë studiuesit? Studiuesit thonë që në qoftë se nuk do të ketë masa të rrepta, krejtësisht të rrepta, brenda këtyre 4-5 viteve, natyra do kthehet me një forcë marrëmendse që ndryshimet e mëdha klimatike do të jenë kaq drastike sa do të shfarosi dal nga dal njerëzimin. Dhe e përsëris edhe një herë. Ata, pra ONU, pretendon që rreth 70% e popullatës botërore do zhduket. E përsëris që ky nuk është një lajm që po e them unë, por e thot ONU. E gjeni sepse nuk ka pak ditë. Tani, ku është problemi? Problemi qëndron që secili duhet të ndërgjegjësohet, sepse dikush, me fjalë pjesa dërmuese e popullit, mendojnë që janë ata që prodhojnë. Nuk është ky. Për mendimin tim, ky është gabim. Ky është një mendim i gabuar. Pse? Sepse ata që prodhojnë, ata i prodhojnë, kush i konsumon? Sepse konsumon populli. Pra ne konsumojmë, ne duhet jemi të ndërgjegjshëm. Qoftë për plastikën, qoftë për mishin, qoftë për çdo gjë. Sepse duhet të dini që mishi, prodhimtaria e mishit që është kaq e madhe, sa më shumë ham mish ne, dhe aq më shumë ka pastrim të madh të pyjeve. Po, sepse nga pyjet, përveç se letrës e tjerë, por janë edhe për kafshët. Tani, nuk është vetëm ky, është problemi që sa më shumë ha njeriu mish, aq më tepër prodhohet gaz. Dhe gazrat që prodhojnë kafshët janë 10 herë më shumë se sa gazrat që prodhojnë të gjitha makinat vënë së bashku të gjithë planetit. E dëgjuat mirë. Nuk është se e them unë këtë, kjo është statistikë botërore, nuk e them unë. Dhe në qoftë se do të reduktohet ngrënia e mishit, qoftë sikur për shembull, nëse ju hani çdo ditë, sikur të hani mish një herë në javë, merreni më mend. Do të ketë shans të paktën 50 vjet më shumë planeti që të mos ketë probleme. 50 vjet. Në qoftë se të gjithë mund të hanë një herë në javë dhe jo të hanë çdo ditë. Pra reduktimi i ngrënies së mishit bën edhe që jetëgjatësinë e planetit Tokë. Thash, këtu bëhet fjalë për çdo gjë. Bëhet fjalë nga shpërdorimi i çdo gjëje që ne na rrethon. Për shembull, ju e dini që kompanitë e mëdha të veshjeve bëjnë një dëm të kaq të madh saqë pothuajse sa dhe kafshët. Po, sepse ne nëse do t'i marrim të gjitha tekstilet vënë së bashku me atë që prodhojnë, pra me
produktet kimikate, me pastërtit që hedhin gjithandej, me mbeturinat, sepse pastaj ato duhet të digjen mbeturinat, ku do t'i çoni mbeturinat? Pra djegja e tyre etj. Është një shpërdorim jashtëmase i madh. Dhe këtu jep kontributin ti dhe unë, sepse sa më pak roba ne konsumojmë dhe aq më pak ata prodhojnë, dhe aq më pak gazra dalin. Pra nuk është problemi, mendimi im, ky pastaj do të dëshiroj një komentin tuaj. Mendimi im nuk janë vetëm kompanitë e mëdha, por problemi më i madh është i konsumatorëve. Konsumatorët janë populli, pra konsumatori është populli. Dhe në qoftë se nuk ndërgjegjësohet populli, kjo gjë nuk ka më kthim mbrapa. Dhe problemet do të jenë kaq të mëdha, saqë njeriu kur të vi momenti do të thotë o ç'bëra, por në atë kohë do jetë shumë vonë. Sepse ne jemi mësuar, populli është mësuar që t'i japi fajin dikujt tjetër. Gjithmonë, nëse keni vënë re, secili nga ne ja jep fajin atij tjetrit. Faji është në radhë të parë duhet menduar personal. Pra njeriu duhet shikoj unë çfarë bëj. Sepse në mënyrë statistike, nëse do flasim në mënyrë statistike, statistika tregojnë që në qoftë se një njeri i vetëm ndryshon, ai ndikon në 10 njerëz të tjerë. Po, është statistikë kjo. Pra një njeri nëse ndryshon, ai ndryshon dhe 10 njerëz të tjerë përreth tij. Është fantastike kjo po ta mendosh, sepse në këtë rast për shembull ne jemi këtu së bashku, nuk ka as një vit e gjysmë që jemi këtu së bashku. Dhe tashmë jemi 40.000, shok dhe shoqe këtu në këtë faqe. Kështu që duke diskutuar së bashku, mendoj se diçka bëhet, sepse ndryshe nuk do të vinin 40.000, do të mbeteshin 1.000 apo 2.000 sa ishin. Pra sot jemi 40.000 sepse njerëzit duke diskutuar së bashku kuptojnë që ka diçka që duhet diskutuar. Dhe në radhë të parë është ndërgjegjësimi, pra ky quhet ndërgjegjësim. Pastaj është një autokritik, sepse fillon dhe autokritikon vetveten dhe me kalimin e kohës bën rreziktimin tënd, pra bën rritjen tënde psikologjike, njëkohësisht edhe fizike. Dhe nëse e keni vënë re, përveç se je i denj kur flet me një tjetër, sepse ti ke informacion, pra je njeri, le të themi, i një niveli, sepse ditë të komunikosh, sepse ke informacione, për më tepër bëhesh edhe i bukur, sepse bukuria është kjo, mënyra e të folurit, mënyra të prezantuarit dhe informacioni që ke. Pra, ndërgjegjësimi është tepër i rëndësishëm dhe unë mendoj që nga këtu duhet filluar të gjithë njerëzit që duhet të ndërgjegjësohen. Pra, problemi kryesor nuk janë ata që prodhojnë, sepse gjithsekush ka dalë për të punuar, por në qoftë se ne do të ndërgjegjësohemi së pari, pra personalisht, atëherë do ndikojmë në 10 të tjerë, dhe këta 10 të tjerë në 10 të tjerë akoma. Kështu që në një kohë shumë të shkurtër, unë jam i bindur që mund të jenë me miliona. Ashtu si thash që ne në një vit e gjysmë kemi arritur 40.000, që nuk është se kush e di se çfarë bën, por pak kemi ndryshuar. Pra, diçka kemi ndryshuar, sepse në radhë të parë kemi ndryshuar ne, pastaj ndryshojmë edhe të tjerët. Pra, unë mendoj që ka një problem shoqëror të madh, që është ky, ose më mirë një problem popullor, që nuk është ai i oligarkëve, por është yni. Pra, konsumimi i madh që bën njeriu. Bile do t'i them, shiko, në të gjithë botën, pra në vendet mos flasim vendet e pazhvilluara, por në vendet normale, si për shembull Shqipëri dhe këtej, sepse në Amerikë për shembull shpenzohet, thuhet që në Amerikë shpenzohet 1:7 raporti, pra njeriu harxhon 7 herë më shumë se çfarë i nevojitet, është shumë, 1:7 herë. E dini se çfarë thot? Duke filluar nga veshjet, duke filluar nga plastika, duke filluar nga uji, nga energjia elektrike, nga çdo gjë. Harxhon 7 herë më shumë se sa normalja. Në Shqipëri ndoshta harxojmë 3 herë, okay? Por 3 herë është shumë, më shumë se sa normalja. Merreni me mend, sikur ne të ktheheshim mbrapa në kohë, mos të kishim drita, mos të kishim ujë, dhe të ishte atje në mal çdo gjë. Pra edhe drurët, edhe çdo gjë. Mos kishim gaz, mos kishim asgjë. Si do të vepronim? Pra nuk do të kishim harxhime kaq të mëdha.
Dhe shiko, më erdhi kjo. Ky është harxhimi më i madh. Dhe këto janë problemet kryesore që po bën njeriu, problemet që po i krijon planetit, që në fundit janë problemet e tij, sepse kur vi momenti do jetë tepër vonë. Megjithatë, ONU ka dhënë alarmin dhe ky është një moment shumë preokupues, sepse nëse ka dhënë alarmin do të thotë që diçka do të ndodhë. Pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë argument? Kalofshi një ditë bukur.